Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma. Merita, mirëmbrëma dritë. Ok, sot e kemi një temë shumë bukur, një temë fantastike, ku flet sërish për familjen. Pra, si ka ndikuar tek familjet tona, tek prindrit tanë, zakonet, traditat, kanuni, komunizmi etj. Pra, do mundohem t'i përmbledh të gjitha. Selvia, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Naxha, mirëmbrëma dritë, mirë se erdhe. Si jeni? Uroj dhe shpresoj të jeni krejt mirë. Mirëmbrëma Rudi. Ramize, mirëmbrëma. Okej, avash do filloj me temën. Si që thash, sot duhet të ndalem dhe nëse keni vënë re në të gjitha këto temat avash duhet të përmbledh më shumë pjesën e familjes, sepse aty është baza gjithçkaje. Pra, përmes familjes ne tregojmë se kush jemi ne, ku duam të arrijmë dhe kush janë benefitet tona. Edhe unë jam shumë mirë me Rit, jam shumë e lumtur për ty, mirë qofsh sot dhe gjithmonë. Atëherë, përmes traumave, përmes zakoneve, përmes traditave, kanuneve, siç kanë qenë këto gjëra, jo më kot kam vendosur që t'i përmbledh të gjitha, sepse është ky rëndi i ri. Gana, mirëmbrëma shpirt. Është ky rëndi i ri sepse tek familja jon fillon intelekti, fillon vibracionet, fillon identiteti jon. Mu ka des mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Pra, familja nuk është vetëm struktura sociale, nuk është vetëm ajo pjesa ku ne duhet të kemi një familje, ose pjesa ku ne po mendojmë që të kemi një familje. Pra, familja është baza kryesore ku ne zgjedhim karmat, ku ne zgjedhim trauma që do shërojmë, ku ne zgjedhim se kush do jemi dhe çfarë do bëhemi në jetë. Emina, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Në spiritualitet, si që thash, familja është baza e kontratave. Pra, në një familje, ne përveç traumave, përveç lidhjes së gjakut që ne zgjedhim edhe disa kontrata të bukura. Pra, zgjedhim kontrata me vëllezërit, me motrat, me farefisin dhe me të gjithë paraardhësit tanë. Mirëjeta, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Atëherë, siç po thoja, në një familje, para se ne të vim në jetë, zgjedhim fisin, zgjedhim gjakun, zgjedhim atë bazën, ato trauma që ndoshta brezat e tjerë në të shkuarën nuk i kanë parë, dhe zgjedhim ne që t'i shikojmë, që t'i shërojmë dhe të ndalim disa cikle. Pierina, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Okej, nëse dëshironi, po presim që të bashkohen edhe pak të tjerë, sepse po shikoj që po vina avash. Atëherë, duhet të ndalem më së shumti tek familjet tona shqiptare. Sepse familjet tona shqiptare janë rritur me frikën e mbijetesës.
dhe duke patur këtë lloj frike, çfarë ka ndodhur? Pra çakra bazë nuk është në ekuilibër. Por duhet të dini se çdo çakër të cilën prindrit tanë, Silvia, përshëndetje, mirë se erdhe. Çdo çakër që prindrit tanë e kanë bllokuar në nivel energjetik, enjeta gjatë shkon edhe tek ne. Pra çfarë ndodh në një familje ku është frika mbijetesës? Nëse e keni vënë re, prindrit tanë janë rritur me këtë lloj frike. Janë rritur me frikën e mbijetesës, duke menduar që të mbledhim lek sepse na duhen për nesër, duke menduar për ditën kur do martohet dikush, kur do vdes dikush, etj. Dhe gjithmonë nuk e kanë lënë rrjedhën që të shkojë, nuk kanë menduar për sot, por kanë menduar gjithmonë në të ardhmen. Pra çfarë mund të ndodh, si mund të shkojnë gjërat, kush mund të jemi, të mendojmë për ditën e fundit, të mendojmë gjithmonë për nesër, edhe pse e kanë ditur thellë e kanë ditur që e ardhmja nuk ekziston, ose nëse i kemi vënë re prindrit tanë kur thonin nuk e din që ose do zgjohemi nesër, pra kanë qenë shumë koshient të kjo pjesë, por gjithmonë gjithçka që kanë patur sot e kanë lënë për një mundësi të dytë. Suzana, shumë faleminderit, jam shumë e lumtur që je këtu. Atëherë, duhet të dini diçka, që duke patur këtë lloj frike, familjet tona nuk kanë ditur as na japin dashuri. Pra, e kanë patur, si thush, me pikatore, ose kanë patur pjesën e turpit. Jo sepse baballarët tanë nuk kanë ditë të përqafojnë, por kanë qenë të turpshëm. Kanë patur më shumë frikë, ose nëse e kemi vënë re, besoj se cilit nga ne i ka qellu, nuk është se na kanë bë komplimente, sepse gjithmonë kanë thënë të rriten veshët ose të rritet mendja. Pse? Sepse nuk kanë dashur që ne, domethënë, të dalim më lart, ose ti marrim shumë gjëra për të mirë qëna, shumë gjëra për diçka që për ata mund të ketë qenë diçka e pa konceptueshme, për shembull, ose mos lexo shumë. Për shembull, këtë pjesë e kam dëgjuar edhe tek familjarët e mi, mos lexo se do çmendesh, mos lexo sepse nuk është se do bësh më zgjuar se ne, nuk është se do jesh më mirë se ne. Pra janë disa gjëra që i kanë bënë në mënyrë të pavetishme, duke mos i marrë për vete, janë munduar që të na interpretojnë edhe ne dhe na japin. Pra, siç po thoja, kur një sistem bazohet në frikën e mbijetesës, pra çakra bazë del jashtë funksionit, çakra sigurisë del jashtë funksionit, dhe në çdo familje që ne kemi ndërtuar vetë ose kemi lindur, krijohet një fushë energjetike e cila run memorie. Dhe këto memorie zakonisht shkojnë deri në nivel ADN-je. Okay? Nuk është se diçka, për shembull, e ka bë prindi jon dhe ne po e ndryshojmë. Por nëse gjyshrit tanë, stërgjyshrit e tjerë kanë vazhduar me breza, me radhë, kjo ka ngelur si memorie energjetike dhe kjo fillon të shpërndahet. Tani, nuk është se shpërndahet tek të gjithë familjarët. Nëse jemi në një familje ku, për shembull, janë 3 vëllezër, 3 motra, ose 6 fëmijë, ose 7 fëmijë, ose 10 fëmijë, nuk është se këtë memorien energjetike marrin të gjithë. E marrin vetëm ata që janë gati të zgjohen shpirtërisht. E marrin vetëm ata të cilët vërtet janë të zgjedhur dhe vërtet kanë një kontratë për të thyer ciklin. Fik, Suzana, mos ja bëj qefin si rritet mendja, foli keq që të bëhet më e mirë. Ky është një program që nuk është i mirë, sepse çdo fëmijë në vitet e para të jetës, prindrin e tij e shikon si Zot. Okay? Shpirtërisht ai e din se kush është Zoti. Por këtu ku jemi në këtë botë, duke u rritur në mbrojtjen e prindërve, në dashurinë e tyre, në përkujdesin e tyre, për fëmijën Zot është prindi, baba dhe nona, derisa ai fillon zgjedhjen e tij, pra
si që kemi ne që fillojmë i mësojmë pak ose i ushqejmë, që shkojnë në përkisha, shkojnë në përgjami, të zgjedhin një fe, fillojmë ne t'i friksojmë që shiko që mos bëj këte sepse do të ndëshkoj Zoti, mos bëj këte tjetër se do të ndëshkoj Zoti. Pra deri në këtë lloj moshe, fëmijët tanë mendojnë që Zoti, shpirtërisht e din, por mendërisht ose fizikisht shikojnë prindin si Zotin e tyre. Mashallah. Vërtet mashallah ema. Atëherë, siç po thoja, në një familje ku është frika mbi jetesës, gjithçka fillon të jetë, pra dashuria nuk është më dashuri, por kthehet në kontroll. Dhe në mënyrë të pavetishme, prindrit fillojnë të kontrollojnë, fillojnë të gjykojnë, fillojnë të kritikojnë. Nuk është se aty është vetëm ajo çka ta kanë mësuar. Jo, është më e thellë. Pra si që thash, është kjo memoria energjitike me të cilën janë rritur. Dhe çfarë ndodh? Ata mendojnë në mënyrë të pavetëdijshëm. Mendojnë që janë duke na mbrojtur. Sepse ashtu e kanë mësuar ata dhe ashtu duan të na mësojnë dhe të na interpretojnë edhe neve. Por, duke qenë që kjo memorie energjitike është shpërndar tek të gjithë familjarët, secili këtë lloj frike të mbijetesës e shpreh në forma të ndryshme. Jo gjithmonë duke mbledhur dhe duke menduar për të nesërmen. Disa fillojnë të bëjnë të dhunshëm. Disa fillojnë të bëjnë të turpshëm, disa fillojnë të jenë arrogant, disa fillojnë të jenë xheloz për njëri tjetrin. Nuk është vetëm kjo. Pse? Sepse çakra bazë, çakra e parë, fillon të dalë jashtë funksionet dhe nuk e kanë më atë sigurinë. Pra, vllai nuk e ka sigurinë tek motra, motra nuk e ka tek vllai, nona ose gruaja nuk e ka më atë bashkëshorti, bashkëshorti nuk e ka më atë gruaja, dhe fillojnë kjo pjesa kontrollit, fillojnë të kontrollojnë njëri tjetrin në mënyrë të pavetëdijshme. Dashuria është frekuenca më e fortë në jetë, absolutisht ema. Dashuria është mbi gjithçka. Mamaja ime ashtu i thoshte, sa e mirë është, i thosha, posi që pyet, mos ja thuaj se do lejtis. E shikon, pra janë disa gjëra që, kanë qenë në një program, këtu nuk është se jemi për të gjykuar, jemi për të shëruar. Dhe shërimi nuk mund të ndodhë tek të gjithë. Jo të gjithë janë të thirrur për të shkëputur disa cikle karmike, jo të gjithë janë gati për të shëruar ose për të parë dhe për të konceptuar përtej asaj çka po shikojnë, pra të dalin përtej zakoneve, të dalin përtej traditave etj, sepse duke patur këtë memorie energjitike, siç e thash, disa vendosin të qëndrojnë aty sepse mendojnë që janë tek zona e komfortit. Traditat nuk janë vetëm rituale, pra siç po thoja, nëse hym tek një tradit, çfarë do lloj tradite të jetë, nuk është vetëm ritual, sepse njerëzit mendojnë që traditat kanë qenë dikur. Jo, traditat janë rituale. Pra, në gjuhën tonë moderne ose në dialogjet tona që pojmë sot, ne i trajtojmë pak a shumë si rituale. Pra, është e njëjta gjë, sikur ne zgjohemi, lajmë dhomët, pastrojmë shtëpim, bëjmë diçka, e njëjta gjë ka qenë edhe me pjesën e traditave. Nuk është se është diçka më e bukur, mund thosh. Thjesht njerëzit në atë farë kohe kanë qenë të gatshëm, ti ndjekin disa tradita dhe mirë kanë bërë. Sigurisht mirë kanë bërë, sepse për kohën që ka qenë diçka e jashtëzakonshme. Ka qenë një virtyt shumë i mirë, ka qenë një diçka që përmes asaj janë ushqyer. Dhe siç po thoja, këto ritualet fillojnë të bëjnë kode energjitike. Dhe duke u bërë kode energjitike, krijohet një fushë amorfike në të cilën të gjithë jemi të prekur. Për shembull, zakoni që duhet të dëgjojmë gjithmonë të rriturin, edhe nëse ai nuk ka të drejtë.
por ti duhet ta duash dhe ta respektosh mendimin e tij sepse është më i rritur. Okej? Pra këtë na kanë ushqyer, por për shembull, burrat nuk qajnë. Okej? Edhe kjo është diçka e cila na është dhënë dhurat, gjithmonë unë them që gjithçka që prindrit tanë ose të parët tanë na e kanë dhënë, na i kanë bërë dhurata, sepse përmes këtyre dhuratave ne kemi dalë këtu ku jemi, ne kemi arritë të bëhemi dikush ndryshe dhe kjo është gjë fantastike. Çfarë ndodh nëse ne e mësojmë një burr që nuk duhet të qajë? Energjetikisht, në mënyrë të pavetdijshme, çakra e zemrës dhe çakra e fytit fillojnë të mbyllen. Dhe kur këto të dyja fillojnë të mbyllen, ti nuk di të japësh më dashuri. Jo sepse nuk e do fëmijën, jo sepse nuk e do familjen, por thjesht nuk di të japësh më përqafime, nuk di të duash më nga zeroja, nuk din të arrisësh vetën, nuk din të respektosh vetën. E njëjta gjë ndodh edhe kur mbyllet çakra e fytit. Pra ti nuk din të shpresh veten, nevojat e tua, emocionet e tua. Jo sepse nuk don të tregosh kush je, por sepse thjesht nuk din. Sepse janë mësuar duke thënë që ti nuk duhet të flasësh. Dhe brezi jon para nesh është mësuar të duroj. Të gjithë shpirtat të cilët kanë ardhur për para nesh, nëse i keni vënë re, kanë ardhur me forcën e durimit. Nuk është e lehtë të durosh për shembull komunizmin, ose të durosh disa gjëra që ti nuk mund t'i shprehësh. Ti nuk ke mujt me thënë që kjo fe ose kjo politik nuk po m'pëlqen. Okej? Nuk ke mujt me thënë. Jo sepse nuk ke dashur, por sepse ke ardhur me misionin për të duruar. Sepse ke ardhur me misionin që të drejtat e tua të mohohen. Okej? Prandaj ndodh kjo pjesa që brezi jon për shembull është pak ndryshe. Nuk i duron më këto gjëra. Gjithmonë kur çakra e zemrës bllokohet, fillon gjithçka të na kthehet në zemrim. Nuk kemi më dashuri për të dhënë, por kemi zemrim. Çfarë ndodh tek njerëzit? Shumë njerëz fillojnë, edhe nëse ti ju bën një pyetje shumë të thjeshtë, fillojnë të të kthehen të agjituar. Fillojnë të të kthehen me mblef, të të kthehen me inat, të të kthehen sikur qa po e pyet, sikur ti po i bën një pyetje të çuditshme. Okej? Jo sepse ai person don që të të kthehet në këtë lloj mënyre, por thjesht sepse çakra e zemrës së tij dhe çakra e zemrës gjithashtu e fytit nuk japin më shumë. Okej? Atëherë, duhet të ndalem edhe pak tek pjesa e gruas. Shumë gra i janë mësuar jo vetëm të durojnë, por edhe mos të dinë të shprehin nevojat e tyre, mos të respektojnë nevojat e tyre, t'u japin të drejt burrave. Okej, fjala e burrit nuk duhet thyer, fjala e burrit është ligj. Dhe çfarë ka ndodhur me këto femra? Duke rritur sidomos vajzat rriten dhe mendojnë për të tjerë, nuk mendojnë më për veten e tyre. Sepse fusin ndjenjen e turpit, sidomos tek femrat. Fusin atë ndjenjen që okej, çfarë do mendoj bota? Nëse unë bëj këtë, ose nëse unë vesh këtë, ose nëse unë jam kjo, do më shajnë, do më gjykojnë, do më flasin keq për mu. Okej? Pra, gjithmonë kur një nën jeton duke shtypur nevojat e saja, vajza e saj gjithmonë rritet duke mos i shprehur dot nevojat e saja. Nëse e keni vënë re, jo më kot ndodhin edhe shumë divorce. Ke shumë femra që deri në një farë pike durojnë maksimum bashkëshortët. Çfarë do që u bëjnë,
dhe kur fillojnë të punojnë me veten, kur fillojnë të dinë vlerat e tyre, kur fillojnë të shohin botën ndryshe, vendosin që të shkëputen nga këto lidhje. Jo sepse nuk e duan familjen, por sepse fillojnë të respektojnë nevojat e saja, nevojat e tyre. Fillojnë të shikojnë botën me një sy tjetër. Fillojnë të dinë se kush janë dhe kush është misioni tyre në këtë botë. Atëherë, duhet të ndalem pak edhe tek traumat kolektive. Sepse, si që thash, zakonet dhe traditat nuk është se i ka patur vetëm një familje. Kanë qenë të përgjithshme, kanë qenë disa zakone, disa urdhra, disa koncepte që kanë qenë të përgjithshme. Nuk është se kanë qenë vetëm për një familje apo dy. Atëherë, brezi i prindërve tanë u rrit me frikën e politikës. Nuk mujti me thanë atë çka mendonte për politikën. Nuk e kishte guximin për ta thënë. Nuk mundte, jo sepse nuk donte. Thjesht nuk mundte. U rrit me mungesën ekonomike. Pra të gjithë brezat para nesh janë rrit edhe me mungesën ekonomike. Nuk e kanë patur, sepse nëse keni vënë re, të gjitha familjet pak a shumë më përpara kanë qenë në të njëjtin rang, në të njëjtin standard jetese, nuk është se ka qenë sikur sot, dikush më lart, dikush më poshtë. U rrit pa psikologji, pa terapi, pa ditë që të shpreh nevojat e tyre, pa vedi emocionale, pa ditur që emocionet e tij janë më të rëndësishme se gjithçka. Pa e ditur vlerën e tyre emocionale. Në atë kohë frika ishte sistemi, pra vetë frika ishte krijuar nga sistemi. E njëjta gjë ndodh edhe sot në shumë gjëra, nëse flasim me një person i cili është edhe 10 vjet më i madh se ne, i ka këto mendime, i ka këto frikra. Dikur janë shumë sisteme edhe sot, duke futur edhe tek pjesa ushqimore. Pra janë disa sisteme të cilat janë më shumë sugjestione. Janë më shumë ato pjesë që duan që ne të ngelim të prapambetur. Atëherë, dikur heshtja ishte mbjetesë. Pra ti të heshtësh ishe i mbjetuar sepse nuk u internoje dot. Nuk të gjykonin dot. Dhe çfarë ndodh kur ne nuk shprehemi, kur ne nuk themi vërtet atë çka mendojmë, nxjerrim jashtë përdorimit edhe intuitën, bllokojmë edhe çakrën e syrit të tretë, sepse nuk kemi më shumë vizion, jemi mësu deri këtu dhe këtu. Dyshimi në atë kohë ka qenë normal, pra nëse një person dyshonte në diçka, apo në një tematik, apo dyshonte në familje, apo diçka, ka qenë diçka normale. Nuk është se bënte përshtypje nga terdi si terdi. Këto lloj gjërash krijojnë një sistem nervor kolektiv. Pra, është kjo gjendje luftës që ne në spiritualitet ose në psikologji e quajmë gjendja lufto ose ik. Nga njëherë është mirë të luftojmë, por duhet të dimë edhe me ke po e bojmë luftën. E lufta më e madhe sot është kur ti lufton por nuk njeh armikun. Pra e njëjta gjë ka qenë edhe dikur. Një prind me sistem nervor kolektiv bëhet kontrollues, bëhet kritikues, bëhet mosbesues. Pra sado që fëmijë ti thot të vërtetën, ti thot kush është, ti thot çfarë është, ai fillon të mosbesoj, fillon të reagoj, fillon të kritikoj. Sepse kjo është sistemi nervor kolektiv, jo sepse e bën në mënyrë të vetëdijshme. Pra si që thash, nëse kemi një memorie familjare energjitike, kemi dhe një memorie tjetër kolektive energjitike.
Nëse keni vënë re, për shembull, du t'u them diçka shumë thjesht. Për shembull, mund të qelloj që duke dalë në të njëjtin autobus, ti fillon je shumë mirë me fëmijën tat, por duke qenë shumë njerëz dhe ti dëgjon një nën ose një baba që i bërtet fëmijës. Dhe lëvizjen e parë që fëmia jot mund bëj, ti reagon në atë lloj mënyre. Jo sepse e bën me qëllim, por është kjo memoria kolektive që domethënë i jep këtë shtyse. Pra, duhet të ndalem tek pjesa shpirtërore, si na ndikon kjo në jetën tonë dhe si ka ndiku tek brezat tanë. Shpirtat, si që thash dikur, kanë ardhur për të dëru. Ne kemi ardhur për të zgju. Prandaj ne po e bëjmë ndryshimin. Ne po shikojmë ato gjëra që prindrit tanë nuk i kanë shiku tek brezi tyre, tek familjar, tek gjeneza. Duhet të dini që çdo memorie energjitike shkon deri në ADN. Dhe nëse ne nuk e shërojmë, kalon tek fëmijët tanë, tek fëmijët e fëmijëve, pra shkon brez pas brezi. Nëse ne duam ta shërojmë, le ta shërojmë mirë tek vetja. Atëherë, dua të ndalem pak edhe tek pjesa e ADN-s me që e preka, sepse shumë njerëz mund ta dëgjojnë të thotë, "Okej, thot, kjo po ndikon deri në ADN, por si?" Okej. Emocionet dhe kontratat karmike e marrin vetë kontrollin në dorë. E marrin atë pjesën se çka duam të shërojmë. Energjia e traumave regjistrohet direkt në ndërdije, në qeliza dhe në ADN. Pra, siç themi ne, kjo nuk është vetëm hajtë se po e themi sa për të përmbushur live-in, ose hajtë se po e themi sa për të përmbushur diçka. Jo, kjo është e vërtetë, sepse këtë po e vërteton edhe shkenca kohët e fundit. Pra, çdo traumë e cila është regjistruar në ADN kalon nga brezi në brez. Pra, si që quajmë ne epigenetika, kalon në këtë lloj forme. Kjo nuk është vetëm tek ne, nuk është vetëm se ndodh vetëm në Shqipërinë tonë ose vetëm në familjet tona. Ka ndodhur në të gjithë brezat, ka ndodhur në të gjithë botën. Prandaj vitet e fundit po zgjohen shumë njerëz shpirtërisht, emocionalisht. Po shikojnë shumë vlerat e tyre, po punojnë me veten, janë vetëdisu shumë njerëz. Atëherë, pyetja tjetër lind, okej, nëse këto gjëra kalojnë deri në ADN, deri në nivel qelizor, atëherë, sa jemi të prekur ne, ose në të vërtetë çfarë na ka prekur ne? Në një familje, si që thash, është fusha kujtesës. Dhe duke patur këtë lloj fushë kujtese, si që është, për shembull, në fushën e kujtesës regjistrohet sidomos dhuna, tradhtia, xhelozia, varfëria. Të gjitha këto shkojnë dhe regjistrohen. Dhe të gjitha këto, e thash dhe një herë në fillim, nuk është se prekun të gjithë familjarët, për shembull, okej. Më falni. Okej, për shembull, një fëmijë le të jetë xheloz, ose tjetri le të jetë i dhunshëm, ose tjetri le të jetë i varfër. Jo. Këto i shëron vetëm ai i cili është zgjedhur për të këputur ciklin karmik. Sepse për disa fëmijë, edhe pse janë në të njëjtën familje, u duket diçka normale. Për shembull, të jesh i turpshëm, për njërin fëmijë mund të jetë diçka që, okej, është jashtë mode, pse duhet të kem turp, them diçka. Për tjetrin mund të jetë diçka normale. Gjithmonë këto memorie energjitike fillojnë të rrotullohet derisa njëri fillon të shikojë përtej. Fillon të shikojë përtej fakteve, përtej traditave, përtej familjes,
për te gjithë shkaje. Kam kuptuar që edhe dhimbjet po regjistrohen, po, për shembull, nëse një nën ka patur dhimbje të forta lindjeje, e njëjta gjë shkon edhe tek fëmijët. Nëse një nën ka patur, por jo tek të gjithë. Për shembull, nëse janë 2 motra, njëra mund ta ketë, tjetra mund të ketë diçka normale. Ose nëse një nën, për shembull, ka patur dhimbje menstruale, e njëjta gjë shkon. Nëse ka një vajzë, ndoshta ajo i ka marrë përsipër, nëse ka 2, njëra mund t'i ketë menstruacionet normale dhe tjetra mund t'i ketë me dhimbje. Selvi është shumë e drejtë kjo. Ma risponde, e se sbaglio. Okej, pra duhet të dim kush është ai që thyen ciklin. Kush është ai i zgjedhuri. Gjithmonë ai i zgjedhuri është ai personi i cili edhe pse është në atë familje, edhe pse mund të ketë nonën, babën, vëllezër, motra, e ndjen veten ndryshe. Nganjëherë nuk ndihet edhe aq i pranuar në atë familje. Pra shpeshherë ndihet vetëm. Shpeshherë ndjen dëmshuri edhe për mënyrën se si antarët e familjes po jetojnë ose kanë zgjedhur të jetojnë. Herë pas here, sa herë që takohet me familjarët, ose sa herë që ka një konflikt me familjarët, fillon të kalojnë stres, madje disa herë edhe depresion, dhe nuk e kupton sepse thot, okej, unë kisha një konflikt me vllajën ose me motrën, por se kuptova pse rash kaq poshtë, pse rash në këtë gjendje. Sepse janë këto memorjet energjitike dhe nuk e ka kuptuar që ai është i zgjedhur për të ndryshuar situatën. Okej? Atëherë, duhet të ndalem dhe tek pjesa e fundit, pra pse brezi ynë po zgjohet. Mendoj që e keni dëgjuar, ndoshta edhe e keni lexuar që në 2012 frekuencat e tokës janë rritur shumë. Energjia është rritur shumë. Përveç kësaj, në 2016 kemi fillu të kalojmë nga cikli, pra nga dimensioni 4 në të 5. Dhe duke kaluar në këtë lloj transformimi, ne zgjohemi shpirtërisht, pra shpirtat që janë zgjedhur për të thyer ciklet, zgjohen shpirtërisht, ka një vetdije më të lartë, ne fal Zotit lexojmë, mësojmë, bëjmë terapi. Dhe në fakt nuk është se po ndodh vetëm tek ne, po ndodh në të gjithë botën, një zgjim shpirtëror kolektiv. Pse? Sa më shumë që rriten frekuencat, aq më shumë rritet vetdia. Dhe sa më shumë që rritet vetdia, nuk lejohet më që ne të jemi tallakatër, që ne të jetojmë në të shkuarën, që ne të jetojmë atë rrëmujen e madhe që kemi patur. Okej? Atëherë, dua të ndalem edhe në diçka tjetër. Tek brezi jo, nëse keni vure, nuk është se duam familjen, për shembull, vetëm sepse duhet të martohemi. Pra, e marrim si detyrë që ne duhet të martohemi sepse kështu e do tradita, kështu e do zakoni. Jo. Brezi jon sot e do familjen sepse ka dashuri aty, sepse ndjet i sigurt, sepse ka çka jep. Okej? Nuk është më ajo pjesa si ka qenë dikur, okej, nëse ti kalon një moshë të caktuar, ti nuk martohesh dot më. Jo, sot nuk është. Okej, nëse ka ndonjë pyetje, mund ta lexoj, pastaj do vazhdojmë tek meditimi. Bashkëshorti im 61 vjet, prej 6 vjeçar, ka pas dhimbje shumë të madhe në gjoks.
shumë mjek, gjithashtu ka marrë përgjigje. Okej, Silvia bën një dëshmi shumë bukur. Bashkëshorti im thot 61 vjeç, prej 6 vjeç ka pas një dhimbje shumë të madhe në gjoks, ka vizituar shumë mjek, gjithmonë ka marrë përgjigje, nuk e asgjë. Tash duke punuar unë me veten, kam kuptuar që ditën që ka lindur. Okej, Silvia. Prandaj po thosha, okej, për shembull me bashkëshortin tënd mund të jetë edhe kjo që sqarova pak më lart, pra çdo çakër që prindrit tan e kanë bllokuar. Pra, siç e thash, tek familje shqiptare janë vetëm 3 çakra kryesore që në tradita, në zakone, në shtypje kolektive janë bllokuar. Është çakra e fytit, është çakra e zemrës dhe çakra e rrënjë. Dhe nëse e keni vënë re, unë flas historinë time personale, unë me këto 3 çakra kam patur dhimbje më të forta kur më janë hapur. Okej? Sepse këto si thush, pra rrënja është baza, është shëndrimi, është ajo forca, është siguria, është rrënjëzimi, tokëzimi, pra vin ka shumë gjana nga një çakër. E zemrës është dashuria, është mirënjohja, është mirëkuptimi, është lidhja më e thellë e cila lidh Zotin me neve, pra përmes zemrës ne tregojmë që ne ose një pjesë e Zotit jeton tek ne dhe Zoti jeton dhe përjeton përmes nesh. Pra tregon të lidhjen e fortë që ne kemi me Zotin. Fyti është çakra ku ne tregojmë kush jemi, sa autentik jemi, çfarë jemi. Pra, në përmes zërit, Zoti flet në përmes nesh. Zoti na jep fjale, mendime. Zoti shpreh. E çfarë ndodh kjo nëse këto treja janë bllokume? Ne mësojmë të shtypim emocionet. Ne mësojmë mos tregojmë kush jemi, mos t'japim dashuri, mos t'kemi siguri. Okej, ka pas aksident papa i bashkëshortit në një minier, po, përveç kësaj, mendoj që prindërit tanë nuk kanë qenë aq të vetëdijshëm për ç'a mrekullinash po jetojmë ne. Okej, nëse ka ndonjë pyetje, me kënaqësi do i përgjigjem. Nëse jo, të filloj me meditimin. Emanuel, mirë mbrëma. Jam shumë mirë, ti si je? Okej, me sa po kuptoj nuk ka pyetje. Atëherë do vazhdojmë me meditimin. Më thoni si po dëgjohet muzika? Ka nevojë të ngrihet, të ulet? Atëherë do ju këshilloja kush dëshiron të shtrihet, mund të shtrihet. Kush dëshiron të jetë këmbkryq, mund të rri këmbkryq. Okej. Vazhdojmë avash avash. Mbyllni syt. Mbylli syt dhe merr frymë thellë. Merr frymë thellë ngadalë dhe me çdo frymë nxjerrje.
Trupi rëndohet. Mendja qetësohet. Merë sërisht frymë thellë. Merë frymë thellë nga dalë. Dhe me çdo frymëzjerje, trupi rëndohet. Mendja qetësohet. Lejoje vetën që çdo ngarkesë e ditës të largohet nga ty. Dhe ti thjesht të jesh prezent. Tani, imagjino para teje një rrugë të gjatë. Është një rrugë e gjatë, e bukur, të cilën ti mund ta njohësh. Dhe përmes kësaj rruge, në fund të saj, ti shikon shtëpinë e fëmirisë. Ec ngadalë drejt saj. Ec ngadalë. Afro dhe pak. Në derë qëndron nëna jote. Pak më pas është babai yt. Shikoj, por jo si prindër. Shikoj si fëmijë të vegjël. Si fëmijë të plagosur. Shiko frikën në sytë e tyre. Shiko barrën që kanë mbajtur. Afro ngadalë drejt tyre. Dhe në mënyrë vizuale, vendose dorën në zemrën e nënës tënde. Dhe thuaj me zërin tënd të brendshëm: Mami, unë e shoh dhimbjen tënde. Por nuk kam nevojë ta mbaj. Prandaj e liroj. Dhe ngadalë afrohu tek babai yt. Edhe nëse ai nuk jeton, thjesht vizualizoje si fëmijë. Dhe thuaj në qetësi: Babi, unë të liroj nga fajet e mia. Unë nuk jam këtu për të përsëritur historinë.
Tani, imagjino që pas tyre qëndrojnë gjyshërit dhe pas gjyshëreve janë stërgjyshërit. Është një linje gjatë familjare. Mund ta thuash me zër ose me mendje. Unë zgjedh të jem brezi që e mbyll këtë cikël. Unë zgjedh dashurinë mbi frikën. Unë zgjedh vetdijen mbi trupin. Unë zgjedh të jem i e lirë. Imagjino një dritë të arë që zbret nga qielli. Kaloje këtë dritë përmes kokës tënde. Kaloje në zemër, në bark, dhe pastaj shkon brapa teje tek prindërit, tek gjyshërit, stërgjyshërit. Dhe drita po shiron linjen familjare, po shkrin kontratat e vjetra, po liron betimet e dhimbjes. Tani shikoje veten si fëmijë. Përqafoje. Përqafoje veten tënde. I jepi siguri. Tregoj që ti mund të jetosh. Mund të dashurosh. Mund të jesh i aftë të arrish qëllimet, synimet e tua. Pa që nevoja që të lidhesh me brezat e tjerë. Dhe shkon nga dalë sepse përballë teje kemi disa shkallë. Imagjino se je duke zbritur një shkallë spirale. Dhe çdo hap të qon më thellë në ndërgjegjen tënde. 10. Je më thellë. 9. Je më qetë. 8. Je më brenda. 7. Duke u shkëputur nga zhurma. 6. Duke hyrë në heshtje. 5. Jemi në gjysmë të rrugës. 4. Po afrohesh tek rrënjët. 3. Sistemi nervor po qetësohet. 2. Trupi po lëshon tensionin.
1. Je në fushën e kujtesës familjare. Para teje shfaqet një pemë gjigande. Kjo është pema e familjes tënde. Rënjët shtrihen dhellë në tokë dhe degët prekin qiellin. Shiko rënjët, veshkojnë ngadalë. A janë të errta? A janë të lodhura? A ndjen peshë? Këto janë traumat e trashëguara. Siç është frika, turpi, sakrifica, heshtja. Dhimbjet e pashprehura. Dhe ti në mënyrë vizuale vendos dorën mbi rënjë dhe thuaj me zërin tënd të brendshëm: unë ju shoh. Unë e njoh peshën që keni mbajtur. Ndjej emocionin që del. Dhe pas kësaj peme shfaqet një fushë e mjegullt. Nga mjegulla dalin figurat e paraardhësve. Mund të jetë gjyshja, gjyshi, stërgjyshërit. Por ti mos i shiko si autoritet. Shikoj si shpirtra që kanë vuajtur. Shiko frikën në sytë e tyre. Shiko jetën e vështirë. Shiko mungesën e dashurisë që kanë përjetuar. Ti nuk je këtu që të gjykosh. Nuk je këtu që të mbash faj. Ata kanë bërë maksimumin me vetdijen që kishin. Ndjeje ndryshimin në fushë. Tani thuaj me forcë: unë nuk mbaj më dhimbjen tuaj. Unë ju nderoj. Ju dua. Ju falenderoj. Por unë zgjedh të jetoj i apo e lirë.
dhe imagjino energji të errët, e cila del nga krahërori yt dhe kthehet te toka për të transformuar. Dhe për ateje shfaqet një pergamen e vjetër. Në të janë shkruar kontratat e padukshme. Kontratat e cilat janë programuar në fushën energjetike familjare apo kolektive. Kontratat e cilat shkruhen: duhet të vuash, dashuria është sakrificë, mos u hap, mos qaj, durimi është fat. Ti merre këtë pergamen dhe fillo në mënyrë vizuale ti transformosh ato fjalë. Dhe mund të shkruash: unë jam i lumtur, dashuria është shërim, unë mund të flas, unë qaj, unë ndjej. Imagjino një flak të artë që e djeg atë pergamen, ndjeje çlirimin. Dhe ndjeje që një brez para teje merr frymë më lehtë nëpërmjet teje. Ky është liria, ky është guximi, ky është shërimi. Dhe tani, lejoje që të shfaqet një fëmijë. Ai është ti. Shiko sytë e ti, sytë e saj. Shiko çfarë ka ndjerë. Frikë nga kritikat, turp, ndjesi që nuk është i mjaftueshëm, dëshirën për të parë, uljen apo përballjen e tij. Përqafoje në këtë moment. Dhe thuaj: ti nuk duhet të performosh për dashurinë, sepse ti je pikërisht dashuria. Ti je i mjaftueshme, je i sigurt dhe ndjeje se si zemra e ti hapet. Dhe tani, le të kthehemi tek pema e familjes, aty ku filluan ciklin. Dhe vëzhgoje nga dalë se si pema e familjes fillon të ndriqojë. Drita zbret nga qielli
kanali I shërimit. Ti je ura. Ti je brezi që zgjohesh. Ti je brezi që ndalon frikën dhe zgjedh dashurinë mbi gjithçka tjetër. Ti je brezi që zgjedh vetdijen mbi trupin. Ti je brezi që zgjedh lirinë dhe ndjeje fuqinë tënde. Ndjeje përgjegjësinë e butë. Dhe jepi vetës një bravo të madhe. Sepse sot po liron dhimbjen që nuk është e jotja. Ti ponderon për arsit e tu, por nuk po mban më traumat e tyre. Ti ndjesh I sigurt në trupin tënd. Ti je I sigurt të ndjesh. Je I sigurt të flasësh. Je I sigurt të vendosësh kufi. Je I sigurt të jetosh jetë ndryshe. Ti je I sigurt të kesh lidhjen tënde familjare të shëruar. Ndjeje sigurinë e nderimit të familjes duke u shëruar. Dashuria është vetdije. Ti je dritë në linjën tënde të gjakut. Ti je fillimi I dashurisë së vetëdijshme. Tani imagjino pemën e familjes të ndryshuar. Është e plot, e transformuar. Mund të shikosh të gjithë paraardhësit e tu të buzëqeshur. Të gjithë janë të lumtur. Të gjithë po duar trokasin për ty dhe me ty. Mund të shikosh fëmijën tënd të brendshëm I cili mban dorën tënde, emrin tënd. Mund të shikosh fëmijën tënd të brendshëm I cili të falenderon për shërim. Merë frymë thellë. Liroje nga dalë. Dhe fillon nga dalë të kthesh në trup. Ndjeje trupin. Lëviz gishtat e këmbës. Gishtat e duarve. Dhe kur të ndjesh gati, mund t'i hapni syt.
Gana, shumë faleminderit, dritë, shumë faleminderit. Wow. Dikur shumë thani bravo dhe për ty, shumë faleminderit Gan. Rudi, faleminderit ty. Po, ishte i fortë sepse kishte të bëte direkt me shërimin e familjes, pra me shërimin e pemës familjare. Dhe është i jashtëzakonshëm, përveç asaj kishte fëmijën e brendshëm. Kishte për arsit, kishte shumë gjëra. Mukades, faleminderit ty, dritë. Pierina, faleminderit ty. Florinda, faleminderit ty. Selvie, faleminderit. Edhe unë përqafoj fort. Pata dhimbje të dorës së djathtë dhe dhimbje të këmbët dhe një pjesë të kohës gjumë. Bravo Rut, super, okej, këto dhimbjet mund të jetë ana mashkullore, pra ajo ana që ka qenë më lënduar. Gigi, faleminderit, shumë faleminderit, zero i qëron, shumë faleminderit, jam shumë e lumtur. Faleminderit sinqerisht, faleminderit ty Rut. Adea, shumë faleminderit, faleminderit për shpjegimin dhe meditimin e fortë me zërin qetësues. Shumë faleminderit. Adea Sara, bashkë me emrin tim. Jam shumë e lumtur që je këtu. Prandaj dua t'i marr këto temat me radhë, sepse nga njerë është krejt e kollaj që të fillojmë dhe të zgjohemi shpirtërisht, biles edhe të mendojmë që jemi shëru shumë fare dhe të mendojmë që jemi rritur lart në nivel shpirtëror apo në nivel energjetik, por her pas here kur hasim disa zakone, disa gjëra të cilat na lidhin me familjen tonë, bijem për tokë, si thosh, dhe nuk e dim se kush janë arsyet. Duhet të dini që baza e parë në të cilën ne zgjedhim linjen e gjakut, lidhjen familjare, kontratat, karmat, traumat, është familja jonë. Pra jo më kot, nuk ka rasin këtë botë. Ne nuk është se e zgjedhim atë familje vetëm për siguri emocionale ose thjesht për që një kanal që ne të vim në tokë, por e zgjedhim sepse janë disa gjëra që ata që kanë qenë para nesh nuk kanë ditur t'i shërojnë, nuk i kanë vënë vetes një mundësi që t'i shërojnë, dhe prandaj ne jemi këtu që t'i shërojmë këto gjëra. Duhet të dini që baza më e fortë është familja. Përmes familjes ne tregojmë se kush jemi, çfarë do bëhemi dhe pse shpirti jonë ka zgjedhur pikërisht këtë mision. Faleminderit e dashur Sara, meditim shumë i mrekullueshëm. Limoza, shumë faleminderit, jam shumë e lumtur që je këtu. Bema ime ishte veç dritë, wow, jam shumë e lumtur, më ka dhe super. Perfekt. Le të jetë veç dritë. Le të shkëlqeni se cili nga ju, vjeç i rehat, ju dëshiroj dhe ju uroj një natë të mirë, gjumë tamël, dhe jetoni, dashuroni, gëzoni. Ju dua fort, natën e mirë të gjithëve dhe takohemi të dielën e ardhshëm. Marsi, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe në fund, po gjithsesi sa për të përshëndetur ty, thash të kthehem pak. Okej, njerëz të bukur, ju dua fort, natën e mirë, të dëgjohemi të dielën e ardhshme, ku do kemi një temë të re. Përsëri dua që këtë pjesën familjare ta sqarojmë sa më mirë. Pierina natën, Rud natën, Mukades natën e mirë, vjeç i rehat të gjithë, Limoza natën e mirë, Zoti të rujt, Gana natën e mirë, shpirti bukur, ju dua fort të gjithëve
dhe fje që i rahat gjumë të ëmbël dhe dëgjojmë të dielën e ardhshme.